ishte marrëveshja mes presidentit George Bush dhe presidentit të Federatës Ruse që çojnë në tërheqjen e Rusisë. Por ama... Por kulla, mësë është pak e tepërt të futet NATO aty, pak tash të bëjë një pyetje në kondit. NATO është aty, është në Turqi. Në Gjeorgji e ki. Po mirë më, ajo iku, nuk futet më. Ose edhe në Ukrainë atje. Nuk futet më. Nuk futet më. Dua të them, mos është provokuar tepër si shumë. Në Kaukaz nuk futet më, iku. Por NATO aty ka qenë, keni parasysh, NATO nuk ka vajtur në Kaukaz sot. NATO ka vajtur në Kaukaz kur ka hyrë Turqia NATO. Pra ka 50-60 vjet. Tashi çështja është kush do kontrollojë detin e zi, sepse është një pasuri shumë e madhe ekonomike. Dhe shpresojmë që do të ketë një marrëveshje, se nëse do të ketë një marrëveshje, ne do të kemi një luftë drejt për drejt në detin e zi mes NATO-s dhe Rusisë. Por kulla, ekziston një doktrinë perëndimore, jo tani, por çmoti, që ti pamundsohet nëse dojmë një Rusi të dobët, ti pamundsohet Rusisë dalja në ujërat e nxehta, që ka fjalën për në detin Mesdhej. Ajo është në detin Mesdhej, është sepse është në detin e zi, detin Mesdhej është në detin e zi. Por me këtë është tentu që paka shumë Rusia të rrethohet ajo është në detin nga vendet e NATO. Ajo është në detin Mesdhej, sepse është në detin e zi. Problemi është që nuk ishte menduar kur, që pas rënies së Bashkimit Sovjetik do të kishte një ngritje shumë të shpejtë ekonomike të Rusisë, por mos harroni që nëse është bërë kjo rritje ekonomike e Rusisë, ftoj kolegu na japi një hartë tjetër që përfshin lindjen e mesme. Hajde një hartë më të gjerë, regjia. Në 2002-shin, fuqia e naftës ishte $12 për fuqi. Keni kujdes Kosovën ku e vendosni. Në 2002-shin, fuqia e naftës ishte $12 për fuqi. Në 2004, fuqia e naftës shkoi $200 për fuqi. Besoj nuk e ke harruar luftën e Irakut. Jo. 2003 përfituesi më i madh. Deri 2000. Përfituesi më i madh ekonomik edhe politik. Rusia I asaj ngjarje dhe I pranverës arabe është Rusia. Deri në momentin që çmimet e lëndëve të para ishin të ulta, Rusia ishte shumë e varfër. Juve besoj ju kujtohet mirë se çfarë lufte bëri Rusia në Kaukaz, konkretisht në Çeçeni, edhe në Dagestan. Po. Në ato vite në 2000. Pse e bëri? 99-ën vjen Putin. Po pse e bëri? Po, pse e bëri? Këtë rajon. Sepse sigurisht Rusia nuk donte që të hiqnin këto territore që nxirrnin në kontrollin e detit Kaspik, edhe që I hiqnin detin e zi. Ja, këto është një hartë pak më e gjerë. Atje e ki tash... Tani, le të vim.